Në një takim me të rinjt për të prezantuar kandidatët e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 qershorit, kryetari i Partisë Demokratike Dega Vlorë Gramoz Nazëre ka bërë thirrje të gjithë demokratëve të jenë pjesë e aktivitetit, i cili do të organizohet ditën e mërkurë, ku do të marrë pjesë dhe kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë Lulzim Basha. Ne po vazhdojmë angazhimin ton në fushatën elektorale që de facto ka nis, por zyrtarisht ajo hapet në datën 31 ora 19 në sheshin Pavarësia, pra tek Pedonalia, ku sensibilizimi dhe angazhimi i gjithë strukturave të Partisë Demokratike do të sjellë një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, do të jetë një miting që ndryshe do stigmatizohet si mitingu i fitores. Gjej rast nëpërmjet këtij takimi me të rinjt të bëj ftesë qytetarëve të Vlorës që të jenë pjesë e nisë në son dhe angazhimit ton për të përmbushur detyrat që kjo fushatë elektorale do finalizojë 25 qershor. Partia Demokratike Dega Vlorë ka nisur tashmë fushatët për zgjedhjet parlamentare të qershorit 2017.